Këtë 1 maj punëtorët po protestojnë për paga më të larta dhe një jetë me dinjitet. Rritja e kostove të jetesës po e bën jetesën e tyre të papërballueshme. Jemi këtu për pagat e ulta si në Afrikë dhe çmimet e shtrenjta si në Europën perëndimore. Prandaj punëtorët ikin çdo ditë emigrojnë jashtë Shqipërisë, sepse pagat në Shqipëri janë të ulta dhe janë të pamjaftueshme. Ne pretendojmë që të hymë në Europë. Europa duhet të na pranojë, por duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë. Detyrat e shtëpisë janë pikërisht dhënia e të drejtave të punojësve dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut. Protestës janë bashkuar punëtor nga sektor të ndryshëm, si shërbimi, i pastrimit të qytetit, call centrat, arsimi dhe shoferët. Rritur kulmi. Tirana ka 1 milion banor, ka 3.000 taksi sot. Këshilli Bashkiak që është vënë në shërbim të kompanive, nuk ka bërë gjë tjetër, dhe se në mënyrë më të turpshme ka bërë një mend, vetëm për kompanit të cilat e kanë liberalizuar numrin e taksive. Një kompani mund të marrë licenca sa të dojë dhe për çfarë bëhet kjo, për përkrahur ata. Ne sindikata shqiptare taksive, bashkë me shoqatën Tirana të taksive, jemi këtu për të kërkuar me zë të lartë dhe të bashkuar. Të anullohet me një herë dhënia e licencave të reja për taksit 4+1, që është pa asnjë kriter. Nuk ka më piknik apo të dalim për fest. Të gjithë punëtorët faleminderit që janë mbledhur sot këtu.